Socialistët dhe demokratët lanë pas diferencat dhe inatet për herë të parë në këtë legjislaturë. Ata bashkuan votat për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme parlamentare të reformës zgjedhore dhe asaj territoriale. 113 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër. Vendimi miratohet. Në emër të Partisë Demokratike, Sali Berisha shpjegoi arsyeën që çoi demokratët të votojnë në unison me kundërshtarët politik, të cilët i akuzon për vjedhje të zgjedhjeve në Shqipëri. Ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Por kjo dakordsi politike u denoncua nga Agron Shehaj si pazar mes 2 partive të mëdha. Është e qartë, keni vetëm një qëllim, që pasi keni vjedhur së bashku për 35 vjet, të vazhdoni të vjedhni së bashku. Kjo po ndodh dhe këtë do bëni. Dhe ky do jetë rezultati i këtij komisioni të turpshëm. Vazhdoni, vini dakord bashk për të vjedhur bashk. Për deklaratat e Shehajt reagoi kreu i grupit të Partisë Socialiste, Tauland Balla. Janë përfshirë të gjitha partitë. Ata që e kanë parlamentin shkollë nate si puna jote, nuk e kuptojnë këtë që po them unë, se ti nuk dit lexosh. Lexoje. Gënjeve publikun kur the nuk je. Kemi bërë një zgjedhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Ndërkohë Damian Gjiknuri, që do të jetë bashkëdrejtuesi socialist i reformës zgjedhore, tregoi prioritetet e punës së komisionit. Mendoj që fokusi i parë duhet jetë ligji për financimet, meqense është dhe i kërkesë e Bashkimit Evropian. Komisioni i reformës zgjedhore do të trajtojë të gjitha rekomandimet e ODIHR-it, siç ka trajtuar më parë. Aty është një tango, se kemi edhe një opozitë e cila në fundit ka drejtat dhe kërkesat e saj, kështu që unë do bëj çmos jap garanci për një gjë që do t'i dëgjoj. Vendimet e miratura me konsensus diktojnë barazi në përbërjet e të 2 komisioneve të posaçme parlamentare. Në seancat e radhës pritet miratimi i anëtarëve, çka më pas do t'i japë rrugë punës konkrete të deputetëve për ndryshimet ligjore.